Edhe plus mos e Nuk janë rritur gradualisht. Mos e thot ti mos më kallëzo mu, se më ka ndodhur mu. Ti mos më kallëzo mu, thotë se unë jam boj famshëm vetë, mu nuk më ka vit producenti. E unë kur i kam pas aktorët e prallës me Tupan Qesimoni o këto, kur bëjshim mramje, i kryshim performansat tona, e keni pas obligimisht me tesha, me kostume, me dal, me bo foto, me fansat. Kena qenë të partë, më duke që e kena pru këtë në treg. A ka qenë kështu? Mas çdo aktiviteti. I kena taku njerëzit që kanë ardhur për ne me na pa, i kena taku mas çdo aktiviteti. Domethënë, ka qenë shkollë e mirë apo e keqe? Është kanë shkollë, është kanë disiplinë, është kanë rrugë që ty të ka përgatit që nesër ti me dalë edhe me ditë me menaxhu vetë. Dërsa ajo me 200.000 klikime për një natë, nesret tani të ka panika shka me ba për ditën tjetër, tani të ka panika për ditën tjetër shka. Se ja kishëllu në herë pahiri. Ku do isha mi qu punën? Bëhen atë këqi na kur bëhemi të famshëm, apo bëhemi në atë këqi, po është edhe vetën atë, kur fillon me në ra fama? Nëse kur fillon me në ra fama. Se s'ke mo qa me jep. Edhe kur fillon me ra fama, ka njerëz që nuk din me trajtu ato, ose nuk din qysh me reagu kur jenë konë të famshëm edhe vinë të rate poshtë. Se imaginan ma jetën. Po, është problem me jetë stutje. Jo, ndryshe është. Sa jetë i famshëm, mundesh me përdorë autoritetin tanë edhe për mirë edhe për keq, tash në këtë rast e përdor për keq. Po kur të fillon me të ra fama, ti bash i keq, po bash i keq me vetveten. Fillojnë fazat e depresionit, fillojnë ana emocionale ty me të razhak për tokë, tani fillojnë ato devijimet me jetën, me shkatru familjen, me shkatru shnetin tanë me narkotik, me shkatru me alkohol, me tana ato gjana shka nuk të vynë që përpara se mu koni famshëm se ki përdor as njanën, edhe je konë shumë mirë, po tani që ajo kur të bjenë fama, tani fillojnë mi ba dam, mu koni kesh, po me koni kesh për vetë vetën. Jo për të tjerët, se ma tjerëve të ka hupa autoritetit, tani je nuk ish ka jep mo. A përdorin narkotik shumica të famshme? 90%. 90% po. Për shkak se mu më ka ra shumicën e raste, përdorin. Ata nuk mujnë. Si presioni që kanë, humbja privatësisë, nuk mendoj që gjën më të shenjë që ka një njeri është privatësia, dhe në moment që kjo të humbë, patjetër që cjell stres. Ki privatësi, në momentin që je i famshëm nuk ki privatësi. Të humbë privatësia dhe kjo krijon një stres shumë të madh. Edhe Antigon, më falë se ta ndërpria, nuk është letë me u boj famshëm. Po më rejnë, nuk është zërë, më falë, nuk është zërë me u boj famshëm. Zërë, po, si do mos tash, çështja është me majtë famen, me ditë me menaxhu famen. Krejt që kjo është nështë problemi për një artist ose çfarë do lloj sfere që ti i famshëm. Është krejt me qëndru në qatë stadin ku je të shkue. Se sidomos sot për shembull ki këngë që është hit për një